të nderuara zëvendës kryeministre dhe e dashur Belinda, është dashur Kreshnik, të dashur kolegë që do të punojmë bashkë. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu dhe jam i nderuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga zëvendës kryeministrja Palluku për një detyrë që më është dhënë e që më është besuar e që është mjaft sfiduese. Porti i Durrësit vërtet nuk është port vetëm i Republikës së Shqipërisë, është port i gjithë shqiptarëve, është port i rajonit, është port që sot Kosova po thuj pjesën dërmuese të Mallrave po e merr përmes portit të Durrësit, mbas edhe këtu gati po thuj gjysma e Mallrave që shkojnë drejt Kosovës, nëpër rrugën e Kombit, një pjesë e madhe shkon drejt Maqedonisë, dhe është e domosdoshme që ky port të modernizohet në shkallën që të jetë sfidues dhe të jetë konkurrent për gjithë rajonin. Për të realizuar kjo, është e domosdoshme që të shihet pikërisht në aspektin gjeopolitik, të shihet Maqedonia e Veriut, e në veçanti edhe Kosova, si pika prej ku Mallra do shpërndahen në të gjithë rajonin. Unë kam pas nderin, kam pas fatin e madh që të punojmë bashkë me zëvendës kryeministrën në forume të ndryshme të rajonit, kemi taku në shumë vende, edhe në Tiranë, po në Bruksele kudo, dhe qasja që kemi pas për gjithë rajonin na ka bërë që ne si dy vende, unë atëherë si ministër i Republikës Kosovës, krahas zëvendës kryeministrës, të kemi një platformë mjaft të qartë për zhvillimin e transportit, e multimodalitetit në të gjithë rajonin, dhe kjo i bën të edhe Kosovën edhe Shqipërinë të ndërvarura me njëra tjetrën. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonin. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjeroj kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishohet sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin. Dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Porti i NATO-s, që do të jetë krahas portit të Mallrave në Porto Romano, do të ndihmoj për gjithë rajonin që të ketë siguri. Sot, kur gjithnjë më tepër po flitet për sigurinë, është detyrë dhe sfidë për ne që portin e NATO-s, krahas portit të Mallrave, ta zhvillojmë, të ndërtohet ashtu si duhet dhe të jetë në lidhje komunikimi, qoftë kurrëdore, qoftë automobilistike me gjithë rajonin. Prandaj, unë jam shumë i nderuar. E falenderoj Republikën e Shqipërisë, e falenderoj Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, e falenderoj kryeministrin Edi Rama, në veçanti zëvendës kryeministrën Belinda Palluku, që ma besuan këtë detyrë. Unë këtu më shihni mbase që jam prej Kosovës. Atje më shohin si të Shqipërisë. Nuk është e lehtë, por gjithsesi këtë detyrë do ta bëjmë bashkë dhe uroj që të kemi sukses. Dhe të shohim sa më shpejt që pas 3 vitesh portin e Mallrave ta shohim të realizuar e pastaj edhe të lidhun me rrjete rrugore e kurrëdore me gjithë rajonin. Ju falenderoj shumë.